Hulumtimet tona ka dalë që çështja ose trajtimi i personave me çrregullime mendore është pjesa më problematike dhe më sfiduese për institucionet, edhe institucionin korrektus, pra shërbimin korrektus Kosovës, edhe për policinë, edhe për institucionet ku mbahen personat e tillë. Problematikat lidhen edhe me harmonizimin e legjislacionit, edhe me mungesën e kapaciteteve profesionale ose nevojën për mi rrit këto kapacitete, edhe problematika që lidhen me koordinimin dhe ndërveprimin e institucioneve. Ekziston një problem tjetër në Kosovë, mungesa e një institucioni të veçantë, i cili kishte me i trajtu personat në varësi nga substancat narkotike dhe mjete tjera, dese dhe alkoolit dhe mjete tjera, dhe se në vazhdimsi trajtohen në të njëjtin institucion me persona tjerë që kanë çrregullime mendore, dhe kjo paraqet problem, është sfidë për institucionet, po besoj që në të ardhmen do të ketë veprime konkrete mu zgjidhë si problem. Here in different projects of Council of Europe, almost 10 years. The first project was Mr. Soykan already mentioned them, enhancing the protection of human rights of prisons in Kosovo. Secondly, this project improvement, ongoing still, improvement of the treatment of persons deprived of liberty in Kosovo. It's from 2022 to 2025. Regarding the activities in the past, I'll be short about this. Number of trainings concerning human rights that produced very positive achievements took place, and I'm very glad to say that all those activities, in continuity, they left trace. They didn't just finish in some drawers or in the air, but we see the results of this work. So, there were very positive outcomes, many trainings done, several manuals regarding mental health, specifically in prisons, and knowledge was increased, that's obvious, among persons working in prisons and other types of closed institutions.